Asnjë marrëveshje me banorët dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Turizmit dhe Zhvillimit Urban në komunën Hudënisht këtu në Pogradec nuk është arritur, ndërkohë që situata ka mbetur sërish e tensionuar. Protesta e banorëve kundër çmimit të shpronësimeve të vendosura nga qeveria Rama ka degeneruar në përplasje me policin. Gjithçka ndodhi gjatë takimit që po zhvillonin 3 përfaqësuesit e Ministrisë së Turizmit për gjetjen e një gjuhë të përbashkët në shembjen e ndërtimeve përgjatë bregliqenit të Ohrit. Banorët nuk kanë lejuar largimin e përfaqësuesve të ministrisë duke dalë para automjetit të tyre me të cilin ata udhëtonin. Në këtë moment ka ndodhur edhe konfrontimi me policinë dhe kjo e fundit ka shoqëruar disa prej protestuesve në ambientet e komisariatit. Në çastin që përfaqësuesit e ministrisë dolën nga zyra e komunës, u bllokuan makinën e tyre për më shumë se 10 minuta, madje pati edhe konflikte midis banorëve dhe forcave të policisë. Më pas, me ndërhyrjen e policisë Pogradecit, të ardhurit nga Tirana u larguan nëpërmjet një rruge dytësore. Protestat vijnë ndërsa pritet aksioni i nuk për shembjen e banesave dhe lokaleve në aksin Pogradec-Lind, ndërkohë që banorët e cilësojnë çmimin e vendosur për shpronësimet e tyre tepër qesharak nga qeveria.